Tensionet në ngushticën e Hormuzit janë përshkallëzuar ndjeshëm pas raportimeve për sulme ndaj të paktën 3 anijeve kontenjerësh që po kalonin në këtë rrugë ujore strategjike. Sipas burimeve të sigurisë zyrtare në UK Maritime Trade Operation, incidentet kanë ndodhur të mërkurën në një zonë kyçe për tregtin globale të energjisë. Një nga anijet me flamur të Liberisë ka pasur dëmtime në urën e saj pasi është shëlluar në verilindje të Omanit. Kapiteni i saj ka raportuar se një anije luftarake e lidhur me Gardën Revolucionare Islamike i është ofruar dhe ka hapur zjarr, pa pasur asnjë komunikim para prag. Megjithatë, të gjithë anëtarët e ekipazhit janë të sigurt dhe nuk janë raportuar pasoja mjedisore. Në një tjetër incident, një anije kontenjerësh me flamur të Panamas është shëlluar rreth 8 milje detare në perëndim të Iranit, por pa pasur dëmtime, ndërkohë një anije e tretë me flamur të Liberisë është raportuar se shëlluar dhe ndaluar gjatë kalimit në përngushtizë, duke shtuar mëtej shqetësime për sigurinë e lundrimit në zonë. Ngjarjet vinë në një kontekst të tensionuar gjeopolitike ku Irani ka vendosur kufizime për anijet që kalojnë në këtë rrugë ujore si reagim ndaj zhvillimeve të fundit ushtarake dhe ekonomike me Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre. Një zyrtar iranian i sigurisë ka paralajmëruar se anijet në pronësi amerikane mund të konsiderohen objektiva legjitime në përgjigje të konfiskimit të anijeve iraniane nga ana e SBA-s. Ngushtica e Hormuzit mbetet një nga arteriet të rëndësishme të transportit global ku para përshkallëzimit të konfliktit kalonte rreth 1/5 e furnizimit botëror me naftë dhe gaz natyror të lëngshëm. Sulmet e fundit rrisin ndjeshëm rrezikun për tregtinë ndërkombëtare dhe stabilitetin energjetik global.